Sot në 26 vjetorin e rrëmbimit të bashkëshortit dhe 4 djemve të saj nga regjimi gjenocidar serb, nëna Ferdonia Çerkezi priti shumë personalitetet që i shprehën mbështetje në dhimbjen e saj të pashuar. Mes tyre ishte edhe subjekti politik Alternativa, që vizitoi shtëpinë muzeit të saj në shenjë solidarizimi. Këtë ditë të veçantë tashmë jo vetëm për ju, por për këtë popull shqiptar, patëm dëshirë më jo bëni vizitë me o dhonë forës që nefni neve, me qëndresin e juj dhe me shembullin, edhe si zene e stret po ashtu. Kështu që si Gjakovë dhe si shqiptarën përgjithësi duhem më konë krenar që gjithmonë gjatë historisë kina pas gratë e nanat e forta që i kanë bo balë gjithë stuhije. Ka shërby për shembullin që gjeneratat e reja marrin për jush, edhe jemi një parforme, jemi krenar që i takojmë epokës qëndrueshmërisë juaj. Na bashkë kemi kalu protesta, kemi kalu aktivitetet e ndryshme, gjithmonë në kërkim, edhe të atyne që nuk jenë gjetë ende, patkesisht, por që këto dota jo vetë që nuk na lejojnë me harru, po të njëjtën kohë edhe na japin motiv që më punu ma shumë. Mes dhimbjesh, nëna Ferdonia u shpreh e lumtur për njerëzit që nuk harrojnë të takojnë në data të shënuara. S'pëna harroni, plus bashkëshorti 4 djem, edhe këtë viktimat e luftës natën, në anijem ma letësish, ku di dikush me në vizitu, shava kon lufta fundit, dhe shka lejnë, shka lejnë as natën, rritin në paqë, edhe vdesin në paqë. Gjatë ditës së sotme, mes vizitave të shumta ishte edhe ajo presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, e cila i dha mbështetje dhe nderoi sakrificën e familjes Çerkezi.